Kryeministri Edi Rama këtë të enjte ka folur në kuvend për aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes. Rama u shpreh se ftesa është një nder dhe një mundësi për të dhënë kontribut për paqen. Sot ky kuvend mblidhet për të ratifikuar një akt të vullnetit mirë, të cilin Shqipërisë në radhë parë kësaj shumice qeverisëse në emër të këtij vendi dhe sigurisht krejt kuvendit kur dhe nëse është e mundur, i takon ta bëjë sa herë vjen në tryezë tema e paqes, çdo mundësi për të kontribuar për paqen. Ne, shumica kuvendore e Shqipërisë, për 3 mandate të plota me radhë, e kemi bërë zëdhënësin dhe punëtorin e paqes në këtë rajon të trazuar, edhe kur kjo është dukur e madje edhe është komentuar, deri edhe si tradhti. Pikërisht sot, kur bota është trazuar keq dhe paqja është vënë në një presion të paparë nga të katër anët, Shqipëria e çmuar ndërkombëtarisht prej disa vitesh ftohet nga personalisht presidenti i Shtetit Bashkuara për të bërë antar themelues i një organizmi të ri ndërkombëtar të krijuar prej tij me emrin Kuptim Plot Bordi i Paqes. Ky është një nder i veçantë dhe kjo është një tjetër mundësi për të dhënë kontribut për paqen. Ndër të tjera, kryeministri Edi Rama ka hedhur poshtë aludimet të opozitës për krisje të marrëdhënieve mes SBA-s dhe qeverisë shqiptare. Rama u shpreh se me votat edhe të opozitës, ai do përfaqësojë Shqipërinë në Bordin e Paqes për Gazën. Dhe është vërtet për të ardhur keq. Po të mendosh se sot në fakt ju kishit mundësinë të deklaronit fitore. Fitoren tuaj më domethënëse, sepse në fakt si gjithmonë ju prap fituat. Ju fituat sepse për muaj me radhë thatë që Amerika do të më bënte mua gjyqin e ndëruar prej jush për t'ju kthyer ju në ato karrige ku nuk do ktheheni kurrë, po s'dolet nga poshtë karriges ku qëndrojnë hierënda të ndënjurat e stërgjyshit tuaj. Unë s'tallem kurrë me fitoret tuaja. Dhe sot ju do votoni të vërtetën e madhe që unë nuk do ta detyroj ushtrinë amerikane t'i bashkohet protestës suaj nga taraca e kryeministrisë, se do dorëzohen vetë, paqësisht, në duar të autoriteteve ligjzbatuese amerikane që do vinë në aeroport në Washington, do më marrin me eskort, do më çojnë në Shtëpinë e Bardhë për të ulur si antar i Bordit Paqes. Si ka që do ngrini kartonin me votën tuaj, do miratoni Bordin e Paqes dhe mua si përfaqësues i Bordit Paqes në Shtëpinë e Bardhë. Mëtej Rama u shpreh se të hënën do i drejtohet Parlamentit Izraelit si kryeministër i Shqipërisë në formatin si u drejtua presidenti Donald Trump më herët. Ky sipas Ramës është një nder i madh për të, pasi është një format shumë i veçantë që pak lidera botëror kanë pasur fatin të priten në atë mënyrë në Izrael. Që t'jeni brenda çojnë në SPAK Bordin e Paqes për pranimin tim aty. Se SPAK-u tani është bërë si një sportel, ka qenë një sportel mbrapa kryeministrisë, kur ne bënim stërvitje basketbol te fusha e zezë, ishte një sportel ku shkruhej letra nga populli. Kështu është bërë SPAK-u. Çojnë në SPAK, se tani që ushtria amerikane e anulloi hyrjen me helikopter në kryeministri, SPAK-u është stacioni i fundit i rrugës së shpresës suaj për pushtet. Në e marshme, do të kemi tjetër nder të jashtëzakonshëm, do i drejtohem Knesetit, Parlamentit Izraelit, si kryeministri i Shqipërisë, po pa lejen e këtyre, kuptohet, në të njëjtin format që ju rezervua para disa kohësh presidenti i Shtetit Bashkuara, si dhe një numri teje të kufizuar udhëheqësish të huaj në historinë e atij parlamenti. Kuvendi u mblodh në seancë plenare këtë të enjte për të ratifikuar aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes për Gazën.